Gjithashtu gjithë shpresojmë që të kaloj mbar. Megjithatë dua ta nisim së bashku me zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, të cilat nga shumë komentatorë të politikës janë perceptuar jo si zgjedhje vendore, por si zgjedhje nacionale aty për parlament, për shkak të tensionit, të deklaratave mjaft forta, duhet të thënë, përplasja mes, po themi, dy koalicioneve shqiptare, se ato na interesojnë, midis Vlen nga njëra anë në qeveri dhe AKI-s, Bashkimi Demokratik për Integrim, me zotin Ali Ahmeti nga ana tjetër, ka ndezur Shkupin, po themi, dhe komunën e Çajirit që shqiptarët e kanë. Si analizoni juve gjithë këtë përpjekje, gjithë këtë përplasje, po them, të kësaj fushate elektorale, dhe si do të finalizohet kjo ditën e diel në komunat më të rëndësishme shqiptare? Po, me gonë gjykimin tim është në thojza merite e pushtetit qendrore qeverisë Mickoski dhe kabinetit të tij që këto zgjedhje të teta lokale në Maqedoninë e Veriut i ka përcyen, si të themi, të i kaluan parashikimet se do t'jenë zgjedhje vërtet vendore, që do me thënë se do të dominohen nga propozimet, angazhimet, ofertat e rrafshit vendor, që si zakonisht shkojnë drejt për së drejti në interes të qytetarëve. Qeveria Mickoski gjatë këtyre 17-18 muajve të fundit i nxehu gjakrat, sidomos kur është fjala për disponimin e shqiptarëve në këtë Republikë Jugoslave, në sensin se të thuash preku apo po prek ato segmente që përcaktojnë statusin, do thosha, kushtetues ose juridik të shqiptarëve në vend, duke vënë pikpyetje edhe marrëveshjen e Ohrit, e cila sikur ndërvihet në vitin 2001 i dha fund një lufte të armatosur 6 mujore ndërmjet kryegëritësve të atëhershëm shqiptar dhe forcave ushtarako-policore maqedonëse. Në momentin që po flasim, është abroguar i ashtu quajtur i balancues, që ishte një mekanizëm i cili rregullonte përfaqësimin e drejtë të jo maqedonasve në administratën shtetërore dhe publike, me ardhjen në pushtet të qeverisë re, saktësisht VMRO DPMNE-s, edhe ai kulaçi që ju dha shqiptarëve nga grupimi politik Vlen, sikur u zhvat në një farë mënyre për shkak se dikasteret, ministrit që aktualisht drejtohen nga grupimi politik Vlen, kanë mbetur me më pak kompetenca, me më pak ingjerenca se që ishin para një viti e gjysmë në qeverinë e kaluar. Kjo qeveri e Maqedonës gjithashtu e rihapi çështjen e përdorimit zyrtar edhe të gjuhës shqipe, dhe gjykata kushtetuese e vendit ka lënë të kuptohet se do të merret me çështjen e përdorimit zyrtar të shqipes menjëherë pas zgjedhjeve vendore. Konteksti i zgjedhjeve lokale duhet shikuar nga ky prizëm, dhe prandaj gjithë këto veprime të pushtetit qendror i shndruan zgjedhjet lokale në zgjedhjet përgjithshme. Një parti e zotit Ahmeti dhe grupimi që ai drejton, Beslidhja Aleanca Kombëtare për Integrim, nuk ka hezituar të cilësoj këto zgjedhje jo më larg se mbrëm si një referendum përkatësisht plebishit, që varësisht nga epilogu i së dielës do të mund të këndellin apo të rrisin edhe më tepër tensionet politike, tensionet ndëretnike maqedono-shqiptare në vend.
E kuptoj. Ajo që në vazhdim të kësaj që po thoni ju, mua më shqetëson është ajo që dhe zoti Ahmeti e tha që janë një referendum për shqiptarët këto zgjedhjet, por të dyja palët vlen nga njëra anë dhe AKI nga ana tjetër. A e kanë fuqinë që të tërheqin realisht elektoratin gri shqiptar në kahun e tyre? Pra, probleme ka patur qeverisja me vlenin, por të mos harrojmë nga ana tjetër që edhe BDI-a e zotit Ahmeti vjen nga një përvojë shumë e gjatë, po themi një qeverisje gati 20 vite, dhe ka dhe ajo, po themi, kundërshtarët apo të pakënaqurit e vet. Si e mendoni ju këtë pjesë? Unë mendoj se pikërisht veprimet e këtyre muajve, veprimet e këtij viti të pushtetit qendror dhe saktësisht të grupimit politik vlen, kanë zgjuar edhe atë pjesën gri, ata votuesit e heshtur, të cilët të dielën mbase do të dalin në skenë për të dhënë votën e ndryshimit për të mirë apo për të keq, por kjo do të jetë një votë proteste me politikën aktuale. Për shkak se mendoj se është kryeministri Kristian Mickoski dhe partia e tij ai që bëri që, si themi, prestigji, rejtingu i partnerëve të tij, qeverisës, i grupimit politik vlen, disi të zbehet në sytë një shqiptarit të zakonshëm, pikërisht për shkak të çështjeve që u mundova t'i sqaroj për teleshikuesit tanë pak më sipër, dhe këto veprime do të duhet të reflektohen, le themi, për të mirë apo për të keq për aktorët dhe faktorët e politik bërjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qartë, dhe këtu dua të vazhdoj pikërisht këtu tek pala maqedone, në pushtet VMRO, DPMNE-ja dhe nga ana tjetër LSDM-ja, e cila tashmë si opozit, po flas në pjesën e Maqedonisë, nuk është e fuqishme për të tërhequr polin, sepse të mos harrojmë që kemi zgjedhje jo vetëm për kryetarët e komunave, po nga ana tjetër edhe për këshillat komunal, dhe ndoshta aty do të duhet edhe bashkëpunimi midis, po them, partive shqiptare dhe partive maqedone. Nga ana tjetër, në Maqedoni kemi ngritjen e një force të re, një force të majtë, e cila është edhe ksenofobe dhe as pak pranuese ndaj shqiptarëve. Si qëndron çështja e konfigurimit më të gjerë tashmë të forcave politike shqiptare dhe atyre maqedone së bashku, për të dhënë për të prodhuar rezultatin më të mirë për shqiptarët në fund të ditës? Tani do parë se si ka për të qenë epilogu i zgjedhjeve në kampin politik shqiptar, por ke plotësisht të drejtë kur përmend të ashtu quajturën Levica, pra e majta të majtën, një parti goxha agresive në skenën politike të vendit, që është në ngritje e sipër, ndërkaq që sa i përket lidhjes socialdemokrate maqedonase, më duhet këtu të rikujtoj një intervistë paradoditshme të ish presidentit Stevo Pendarovski, cili konfirmoi ato që i pati thënë opozita aktuale shqiptare në ballë me Bashkimin Demokratik për integrim, për një afrim pajtim të LSDM-s me VMRO DPMNE-n e kryeministrit Kristian Mickoski, siç tha zoti Pendarovski në shikim të parë kundër BDI-s, por duke marrë parasysh se Fronti Evropian i prir nga partia e zotit Ahmeti ka numrin më të madh të votuesve, ishte edhe interpretimi i shefit të shtetit Maqedonës se ky afrim pajtim mes VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s është në fakt kundër shqiptarëve, për shkak se maqedonësit e këtushëm, sidomos VMRO DPMNE-ja, nuk u
harrojnë shqiptarëve dhe sidomos zotit Ahmeti atë që ndodhi në vitin 2001 në konfliktin e armatosur, për shkak se prej atëherë këtej le të them pa droj, pa ngurim, kemi një rilindje të pozitës kushtetuese juridike të shqiptarëve në Maqedoni. Kjo natyrisht se nuk nënkupton se gjithçka ka qenë e përkryer, arritjet kanë qenë të shembullore, për shkak se edhe sot e kësaj dite kemi disa probleme të pasgjidhura dhe kjo është si një burim i problemeve të mëtejshme, të vazhdueshme dhe gjithë kësaj atmosfere i ka fryrë, si të them, veprimi i pushtetit ekzekutiv duke degraduar këto arritje të shqiptarëve dhe kjo nuk është se nuk bie në sy, sidomos kur është fjala për përdorimin zyrtar edhe të gjuhës shqipe, po ta krahasojmë përdorimin aktual të shqipes në dokumentet zyrtare, në tabelat e trafikut, bëhet një disproporcion, do thosha, në raport me atë volum dhe vëllim të përdorimit zyrtar të shqipes deri para një viti. Tani janë shumë të rralla komunikimet e institucioneve qendrore, sidomos të atyre që drejtohen nga ministra Maqedonas, komunikimet në gjuhën shqipe, tabelet e trafikut gati se janë hequr ato që e kishin në përdorim edhe shqipen dhe gjithë kjo i rrit tensionet. Prandaj jam i prirur të besoj se të dielën ka për të qenë votuesi në radhë të parë shqiptar, ai i cili do të konfirmoj kënaqësinë apo pa kënaqësinë me aktorët kryesor të politikbërjes, le të them, shqiptare në vendin tim. Qartë. Zoti Xhezairi, më lejoni që t'ju pyes shkurtimisht pak edhe përpara se të vim tek protesta e UÇK-s, edhe për zgjedhjet vendore në Kosovë që u mbajtën këtë të diel të 12 tetorit e që do të shkojnë balotazh në rreth 17 komuna, në mos qofsha gabim në datën 9 nëntor. Sipas jush, me këtë rezultat që kemi deri tani, pra jo vetëm balotazhin, një pjesë të komunave që kanë përfunduar pa balotazh, por edhe me pritjen dhe uljen e votave të përgjithshme të partive politike në Kosovë. Si e lexoni ju këtë rezultat deri tanishëm? Kush janë humsit, fituesit? Unë lexoj, këto rezultate i lexoj si një karton i verdh në radhë të parë për partinë më të madhe kosovare, Lëvizjen Vetëvendosje, për shkak se rezultatet në qendrat më të mëdha provuan se në raport edhe me zgjedhjet e fundit parlamentare, partia e kryeministrit të Kosovës në largim, zotit Kurti, nuk është se është në ngritje, por vrehet një rënje, një tkurje e elektoratit të vetëvendosjes dhe në të njëjtën kohë kemi një ngritje të dy, përkatësisht 3 forcave të tjera që aktualisht mund të cilësohen si në opozit. Kam parasysh këtu Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, po pse jo edhe partinë e zotit Ramush Haradinaj AK-n, që sipas raporteve nga Prishtina kanë shënuar, kanë arritur rezultate që për shkak të klimës aktuale në skenën politike mund të jenë si trimëruese për
zgjedhjet e ardhshme në gjykimin tim të parakohshme parlamentare që do të mund të zhvillohen fillim vitin e ardhshëm. Pra, ju mendoni që në balotazh në shumicën e komunave ku është lëvizja vetëvendosje e humbet në datën 9 nëntor? Janë të pritshmera koalicionet mes forcave që këto muajt e fundit e dëshmuan se nuk e dëshirojnë për arsye tashmë të njohura bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje dhe gjithë kjo pritet të faturohet të gjitha palëve edhe në balotazh. Qartë. Mirë, duat kaloj tani këtu në Tiranë, ku sot zhvillohet protesta Liria ka emër UÇK në mbështetje të ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që gjenden sot në Hag në një proces që besoj për të gjithë ne shqiptarët, kudo ku jemi, është i padrejtë. Megjithatë, kjo si protest, që po bëhet konkretisht kjo, që po mbahet sot në Tiranë, për ju, në analizën tuaj, është një nismë me qëllim të pastër kombëtar, apo ka edhe prapavi politike? Si e lexoni ju këtë gjë? Prapavia, siç thoni ju, siç thuati, e gon politike në çdo veprim edhe nuk mund të përjashtohet, por përtej kësaj unë mendoj se këta burra që shkruan historinë më të re të shqiptarëve, jo vetëm në Kosovë, por do të thosha në ish Jugosllavi, të paktën e meritojnë një mbështetje të këtillë si kjo e sotmja në Tiranë, por pse jo edhe si ajo që u bë javë më parë në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Duke ditur zanafillën si nisi, si u ngrit gjykata speciale e Hagës, pastaj si u zëvendësuan, le të themi, aktakuzat për figurat që tashmë disa vjetë ndodhen në gjykatën e Hagës, gjithë kjo bën që kjo mbështetje në këtë mënyrë të jetë e domosdoshme. Natyrisht janë për të ardhur keq përplasjet që po vrehen ditëve të fundit, si nga Prishtina, përplasjet në distancë mes Prishtinës zyrtare, pse jo dhe Tiranës zyrtare, por nuk kanë anashkaluar këto përplasje as edhe Tetovën, apo të themi Shkupin zyrtar, kam parasysh kur them Shkupin zyrtar pjesën shqiptare, dhe kjo po them për shkak të momentit është për të ardhur keq. Shikoni, ka një fjalë që qarkullon mes disa njerëzve që e gjitha kjo po bëhet, kjo protesta e sotme, bëhet me qëllim që t'i vi në mbështetje Zotit Ahmeti, e qënë se jemi në prag të zgjedhjeve. Si me thënë, si një protest përmbyllëse e fushatës elektorale. Nga ana tjetër, patjetër që kemi atë përplasje midis Zotit Kurti dhe Zotit Rama për UÇK-n dhe për gjykatën speciale, kush e ka mbështetur dhe kush nuk e ka mbështetur, por Zoti Kurti mbështet Vlenin në Maqedoninë të Veriut. Pra duket sikur kemi një përplasje proksi që po ndodh në kuadër të zgjedhjeve vendore midis Zotit Rama dhe Zotit Kurti në Maqedoninë e Veriut. Unë nuk e di se sa spekulative është kjo si tezë, por duke parë që secili kryeministër po mbështet nga një palë aty në zgjedhje, nuk është dhe aq jo legjitime për të ngritur si çështje. Si e shihni ju këtë? Po, edhe unë janë mi prirur t'ju besoj këtyre tezave, për shkak se jo tash një vit e gjysmë, por në mos gabohem gjatë 3-4 cikleve të fundit zgjedhore, partia e Zotit Kurti ka qenë goxha e implikuar në proceset zgjedhore në Maqedoninë e Veriut dhe përsëri po them në gjykimin tim
gjithçka do të ishte në rregull sikur të kishte një prononcim të qartë se vetëvendosja e bën si subjekt partijak këtë mbështetje që ja jep grupimit politik vlen e më herët partive shqiptare në opozitë, rivalet e partisë Zotit Ahmeti, por ndryshojnë punët kur në kapacitetin e partisë në pushtet të kryeministrit mbështetet një grupim politik në një vend tjetër. Gjë që për hir të së vërtetës nga Tirana zyrtare nuk është bërë siç po e bën, siç e ka bërë edhe kryeministri i Kosovës. Natyrisht se kontaktet e Zotit Ahmeti me leadershipin në Tiranë nuk mund ta përgënjeshtrojnë faktin se Zoti Ahmeti dhe partia e tij, koalicioni që drejtohet nga Zoti Ahmeti, gjykoj se e gëzojnë mbështetjen e Tiranës zyrtare, por në të njëjtën kohë më duhet të them se më shumë kjo vlen për Prishtinën zyrtare, do të duhej të kishte pasur një sjellje paksa më të rezervuar që nuk do të nënkuptonte mbështetjen për partnerët, aleatët e vetë në këtë vend, për mënyra se si është bërë lë shumë për të dëshiruar. Unë e kam thënë edhe herë të tjera se në radhë të parë, mënyra se si po përfshihet qeveria e Kosovës këtu në proceset zhvillimet politike në Maqedoni, kokçarjet më të mëdha shkakton vetës për shkak se ka një problem prej dekadash me Beogradin zyrtar, me komunitetin serb atje dhe për hir të parimeve